Po vetë nëse nuk je viktim, atëherë ai mundet mi bojë 1 milion herë s'ka me të lëndu mo. Që po ta spjegoj shumë thjesht, Nëse ti punon me vetveten edhe e ki nivelin e mjaftueshëm të vetdijes, jo të vetdijes mendore, po edhe shpirtënore, që është shumë më rëndësi. Se këtë varet prej frekvencës të fushës tonë energjetike, që janë ndikon në komplet qenjen tonë edhe aspektin tonë psikologjik. Po nëse kemë rinë qatë nivel me bo faljen për një me, atër nuk je viktimo, por, edhe qaj personi që ti e konë deri në qatë moment, vdes. Mu më ka bo vaki qajo. Unë e vjetë e kom pa dikon, që ty të nejtë parëzi, kur kemë para emisionit dhe ishta vje u kalëcu. Edhe dikush që më ka njoft, për shumë që s'm ka pa mu që 13 vjetë, 14. Edhe tash, a i falke me mu si me Andinin e vjetër, edhe unë ju afrova, thash, a dina e Andini që ke po erë në fundit? Ta po, thash, o dek. Edhe njëri me të më këshyrë kështu, unë e kisha për një me. Unë e di që jam Andini, qëto që i porrimi juve, që po bisedoj. Po, që kjo Andin që tash, edhe a Andini, që o lëndu këtë një herë, që ka kalune për qëtë përdor këtë term of dick. Dhe me thonë, janë dy senet të ndryshme. Kove të fundit e kom përcjell një mjeshtër, që për të tregoj pse, e kom përcjell një mjeshtër që ka ndruj jetë vitin e kalum, po familja ti e kanë lënë këtë shkollimin e ti online, për me mujt njerëz me ndjek mësimet e tina. Edhe unë e pa ta qef mes tjerash, sonë në kohë të lirë të shkur, por shë diçka interesant, ajtë të regjistrej, që të ta kryet. Edhe spjegoj ke shumë mirë, spjegoj ke, dhe ke ti nuk i as personi që e kom para 5 sekundave. Dhe më thonë, ti në gjithë sekund ki mundësi me evolu, në vend që me pas breakdown, me pas breakthrough. Po krejt që ajo varet prapë pe që asajna sa punon ti me vetë-vetën edhe ku është nivelli jeti vetdijes, ku është inteligenca jote emocionale edhe shpirtërore. Falë ati puna pa tjetër du të me ndërgjim falë. Urna. Para prakisht, lidhja vazhdan, as vazhdan, kjo është shumë individuale, po në njëjtën kohë, më varet aj person se si do, deri dje, ti e ke pa një person i cili nuk e ke prit me të lëndu, sepse lëndimi edhe tradhtia jënë diçka të papritne. Tash, ideja është si mas kësaj ngjarje, ti nuk e din qysh ka me reflektua ai individ të këty edhe të emocionet e tua. Sa do që ti e ke falë, a është ai mazhi i njëjtë si që ka qenë. Nëse nuk është i mazhi i njëjtë, ti nuk i me mujt me vazhdu, sepse nuk është i njëjti projekcion që ti ke pas për atë person. Do me thonë, jo pse ti ki urrejtje, jo pse ty të kam bet akoma ato emocionet, po nuk është në nivelin si ti e ke pa para se me ndodhë ngjarja. Aga, në pati diçka me thonë? Jo. Deshta me thonë që nëse